Miq të dashur të emisionit prive, erdhëm kështu edhe tek rubrika e fundit për mbrëmjen e sonte apo të pathënat e kësaj jave, se kush bën pjesë në të, i ndjekim bashkë në vazhdim sepse nuk e kam idenë. Këngëtarja super hitit Bon Bon, era e strefi për momentin është duke qëndruar për punë në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo, menaxheri saj Faton Shoshi dhe trashëgimtarja e Top Channel Lori Hoxha, po shijojnë edhe ëndrrën amerikane në ndaja ku të ftuar janë yjet e Hollywoodit. Lori ju është bashkangjitur dyshës për të krijuar kontakte të reja me njerëz të rëndësishëm të televizionit. Teksa Prive ka kuptuar që era është në finalizimin e projektit të saj që do të publikohet gjatë muajit korrekt. E a do të jetë solo apo bashkëpunim, këtë mbet ta shohim. Këngëtarja Tuna ka pak kohë që është bërë nëna e një djali. Tuna dhe Patrici, si çifti më i ri në estradë që janë bërë prindër, kanë ndryshuar vendbanimin e tyre. Familja është shtuar, e me të dhe kërkesat për një ambient më të përshtatshëm. Një gjë dihet që shtëpia e re e familjes Berisha është një apartament super luksoz në Prishtinë. Tuna, edhe pse është në fillimet e saj si nën, ajo po vazhdon të hulumtojë në studio të ndryshme tek ne lidhur me këngët e radhës që do të publikojë. Demo të ndryshme në studio vendore është duke kërkuar për gjetur projektin e duhur që do të pasoj. Rikthimi në skenë duket të jetë diçka e mirë menduar nga ajo. Gjensila Myrteze në bashkëpunim me Granit Gërguri dhe Mixej sapo kanë publikuar klipin e tyre me titull Lava. Këngëtarja kësaj radhe ka ndryshuar disa bashkëpunëtor kur bëhet fjalë për dukjen e saj në klip. Për pamjen e saj është kujdesur studio Selma ku së bashku kanë eksploruar për te të zakonshmës kur bëhet fjalë për grimin. Selma ka përdorur disa teknika që ende te këngëtarët tona nuk janë parë. E normalisht që në fytyrën e bukur të Gjensilës gjithçka shkrihej për mrekulli. Klipi është xhiruar nga Entermedia dhe për 3 ditë publikimi ka arritur afro 1 milion klikime. Këngëtari simpatik nga 3 Dots Bruno nuk solli asnjë projekt që nga viti i kaluar kur erdhi me duetin së bashku me Artiola Toskan. Ai tani i është përveshur punës për këngën që do të na shoqërojë për gjatë muajve të nxehtë të verës. Prive zbulon që kënga është e përfunduar teksa klipi për pak ditë do të nisë të xhirohet nga Max Production dhe si të përfundojë do të jetë i gatshëm për publikun. Mos harrojmë që Bruno dhe anëtarët e tjerë të 3 Dots kësaj vere janë mjaftueshëm të zënë duke vërtetuar edhe një herë dëshirën e madhe të publikut për t'i dëgjuar gjithandej kuflitë të shqip. Yriva Kajtazi, e cila para pak muaj u bën nëna një vajze, ka vendosur që të ndërrojë vendbanimin e tyre. Ajo dhe bashkëshorti i saj kanë zgjedhur një apartament në qendër të kryeqytetit, një ambient me mbi 160 metra katror dhe modelim sipas arkitektëve më të kushtueshëm, vetëm që t'i përshtatet kërkesave familjare. Yriva përveç kësaj është duke punuar edhe në projektet e reja që do të na shoqërojnë gjatë fundmuajit korrekt kësaj vere. E di që ju kishte marrë malli për mu, prandaj edhe erdha sonte si të kalojmë bashkë minutat të cilat sapo i kaluam. Një falënderim i posaçëm shkon për të gjithë shikuesit e emisionit prive, sepse jeni ju ata që na bëni emisionin më të shikuar të showbizit në vend. Gjithashtu falenderojmë edhe sponsorët tanë, të cilët janë Vala 4G dhe Uji Dum Dum. Vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programet e Klan Kosova. Ne shihemi sërish bashkë të shtunën e ardhshme në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. E deri atëherë keni kanalin tonë zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova, gjithashtu dhe portalin për më të reja sa i përket fytyrave tona publike prive.al. Natën e mirë dhe ja kalofshit sa më bukur.